Kjo ka qenë gjëja më skandaloze nga këta njerëz të ngritur, të cilët kanë qenë të parët që kanë propozuar dënimin me vdekje. Dhe ajo që mua më shqetëson është se si këta njerëz mund të mendojnë që nëse shteti merr të drejtën e dënimit me vdekje, a nuk e bën kjo shtetin të barabartë me vrasësin, dhe që kur vrasja mund të pastrohet apo të shbëhet me një vrasje tjetër, dhe që kur ne mendojmë që drejtësia nuk është një ringritje morale, po është një shkatërrim dhe është një zhdukje e ekzistencës së personit i cili gjithashtu ka kryer një krim. Ne jetojmë në një shtet demokratik, sekular, dhe qëllimi i shtetit demokratik dhe sekular e një republike siç është Shqipëria nuk është hapja e burgjeve dhe dëndje e burgjeve, po është rekuperimi i këtyre njerëzve, pra parandalimi. Qoftë edhe institucioni policisë. Institucioni policisë si qëllim nuk ka kapjen e kriminalit mbasi ka mbaruar krimi, po është parandalimi i krimit. Në momenti që policia parandalon krimin, atëherë quhet që ky institucion e ka kryer punën e vet me sukses. Mbasi ka ndodhur krimi dhe policia bën procedura teknike të rastit, procedurale që duhet bëj, unë këtë nuk e mendoj të suksesshme. Prandaj unë nuk besoj tek dënimi me vdekje, unë nuk besoj që një vend demokratik që synon demokracinë si Shqipëria, që synon të jetë sovrane, që synon Bashkimin Evropian, ta çojë në paradhomën e mendjes së saj dënimin me vdekje. Më revolton jashtëzakonisht shumë kjo si mundësi, fakti që sa herë kemi ngjarje të tilla makabre, ne nuk mendojmë asnjëherë, ore si ta parandalojmë të ngjarje? Çfarë ka ndodhur? Pse këto njerëz bëjnë ngjarje të tilla? Pse Shqipëria është kthyer në një kazan fenomenesh sociale makabre? Pse ne si zgjedhje gjejmë vetëm vdekjen? Pra, për të parandaluar vdekjen, kemi vdekjen. Wow!